Të dashur besimtar, një nga urtësitë e mëdha të kësaj feste madhështore është ligjerimi hutbeja. Nga se besimtari pa këshilla, pa udhëzime, nuk mund të jetë i udhëzuar në rrugën e Allahut dhe në sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Allahu në librin e tij thot: "Wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Ne nuk i krijuam qiejt dhe tokën kot për lojë. Ma khalaqnahuma illa bil haqq. Ne i krijuam ato me drejtësi, me një urtësi shumë të madhe, walakin aktharuhum la ya'lamun. Por shumica e njerëzve këtë nuk e kuptojnë. Krijimi gjithçkaje ka një urtësi shumë të madhe. E në veçanti krijimi njeriut. Këtë rrugë ja pasqyron Kur'ani. Neve na pasqyron, na bën qartë feja jonë e pastër, e drejtë, na udhëzon në të drejtën se ne nuk jemi të krijuar kot, nuk jetojmë si kafshët, jetojmë me një urtësi shumë të madhe. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. A menduat o ju njerëz se ne ju kemi krijuar pa ndonjë qëllim, wa annakum ilayna la turja'un, dhe ju nuk do të ringjalleni, nuk do të japni llogari për veprat e juaja në ditën e gjykimit. Nga kjo kuptojmë se ne jemi të krijuar me një urtësi shumë të madhe, të adhurojmë Allahun dhe do të ringjallemi në ditën e gjykimit dhe do të japim llogari për gjitha veprat tona. Allahu subhanahu wa ta'ala e ka krijuar xhenetin dhe xhehenamin. E ka krijuar xhenetin për njerëzit që besojnë Allahun, që besojnë drejt dhe nuk e njollosin me idhujtari. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin. Ata të cilët besojnë dhe nuk e njollosin besimin me padrejtësi. E cila është e padrejtësi që ka për qëllim ajeti? Padrejtësia që ka për qëllim ajeti është ku njeriu i bën shok Allahut, ku njeriu e adhuron dikë tjetër krahas me Allahun, ku njeriu i lutet dikujt tjetër, nuk i lutet Allahut, pra i bën shok Allahut, shirk. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin. Ata cilët besojnë dhe nuk e njollosin besimin, atyre Allahu lahumul amnu, do t'i jap sigurinë këtë dunja. Wa hum muhtadun, dhe të tillët do të jenë të udhëzuar. Dhe kjo është pjesë shumë e rëndësishme. Udhëzimi, gjëja më e shtrenjtë për njeriu është udhëzimi, sepse udhëzimi në Islam, udhëzimi në tauhid, në besim të drejtë, udhëzimi drejt rrugës së xhenetit të begat dhe largimit nga zjarri është që t'i jap dy çështje shumë të rëndësishme. Ta jap lumturinë në dunja dhe në ahiret dhe ta jap shpëtimin në dunja dhe në ahiret. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Të dashur besimtar, sigurisht se Islami është feja e cila na jap lumturi. Lumturia arrihet nëpërmes kësaj feje. E lumturi është atëherë kur robi ka lidhje të fuqishme me krijuesin. Çdo breng e shkatron kur ka lidhje me Allahun. Fal namazin. Kur ka ndonjë breng kërkon ndihmë nga Allahu, kur ka vështirësi mbështetet tek Allahu, kur ka lodhje dhe pikëllim mbështeten e gjen te krijuesi i tij. Sigurisht se këtu e gjen lumturinë. Islami po ashtu na udhëzon në rrugën e drejtë, na jap lumturi atëherë kur, siç inkurajon Islami, që të kemi lidhje të fuqishme me prindit, me fëmijët, me bashortën, me fëqinjet, sa që pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka qartësuar dhe argumentet na kanë qartësuar për një fëmijë, për një djalosh apo për njerëzit që dera e tyre e xhenetit është prindrit e tyre. Po ashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka përgëzuar gratë që ndërojnë burrin, pra gruaja që ndëron bashkëshortin e saj, e ka përgëzuar me xhenet, ndërsa e ka paralajmëruar bashkëshortin nëse jeti pa drejt ndaj bashkëshortes se do të jetë pra i gjymtuar në ditën e gjykimit. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka thënë takullah fi auladikum,
keni frikën Allahit ndaj fëmijët e juaj dhe mos i bëni padrejtësi. Dhe kështu arrihet lumturia, kur ka lidhje të fuqishme mes prindit dhe fëmijëve, mes bashkëshorteve, mes vëllezërve, mes fëmijëve, mes të afërme dhe atyre që janë fëqin, saqë pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë, aq shumë më ka këshilluar Gjibrili që me qenë i drejt edhe me qenë me mirësjellje të mirë me fëqinjët, saqë kam menduar që do të marrin pjesë të trashëgimisë. Kjo është ajo siguria që t'jep dhe lumturia në jetë në Islami. Pra nuk ke rrugë tjetër që t'jap këtë udhëzim të drejtë dhe të mirë të lumturisë, pos ai i cili mbështetet në Kur'anin dhe në Sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Malik ibn Anas radiallahu anhu transmeton që pejgamberi alayhi salatu wassalam të këtë thënë: "Taraktu fikum amrayni", ja u kam lënë dy çështje shumë të rëndësishme. "Lan tadillu ma in tamassaktum bihima", asnjëherë nuk do të devijoni, asnjëherë nuk do të jeni të humbur nëse kapuni për to. Kitab Allahi wa sunnata nabiyihi, libri Allahu dhe suneti, rruga, tradita e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Të dashur besimtar, lumturia vazhdon edhe në momentet e vdekjes për ata që besojnë Allahun dhe ditën e gjykimit. Saqë Allahu i ka përgëzuar besimtarët, innal ladhina qalu rabbuna Allah, ata të cilët thonë Zoti ynë është Allahu, thumma istaqamu, pastaj janë të përkushtuar, janë praktikues të fesë, tatanazzalu alehimul malaikatu, malaikat kur do ja marrin shpirtin do të përgëzojnë, alla takhafu, mos u friksoni. Pra alla takhafu, mos u frikso për të ardhmen tënde, wala tahzanu, dhe mos u pikëllo për të kaluarën tënde, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dhe të përgëzoj me xhennetet që Allahu i ka premtuar për juve. A ka njëri që nuk do ta ka vdekja? Sigurisht se çdo njëri, mirë përderisa pa besimtarët do të jenë duke u dënuar në ato momente, besimtarët do të jenë të përgëzuar. Të dashur besimtar, një nga çështjet më të rëndësishme që do t'i kalojë njeriu është mu pikërisht momentet e ringjalljes. Përveç lumturisë kësaj dunjaje, momentet e vdekjes, njeriu nevojën më të madhe dhe momentet më të vështira që do t'i përjeton është kur do të ringjallet nga varri në ditën e gjykimit, në tokën e mahsherit kur gjitha krijesat do të jenë tubuar. Dhe përderisa besimtarët do të thonë: "Ya waylana man ba'athana min marqadina", mirë për ne kush na ringjalli, mirë për ne sikur do të ishim pra balë të dhejtë, të zhdukur, asnjëherë do të ringjallemi, sepse janë do të shpruar, sepse nuk kanë besuar. E në anën tjetër besimtarët do të kenë lumturinë e madhe dhe do të thonë: "Hadha ma wa'ada ar-Rahman", kjo është ajo që ka premtuar i gjithëmëshirshmi, wa sadaqa al-mursalun, dhe pejgamberët e thanë të vërtetën. Sigurisht se besimtari do të përjetoj momente shumë të mira në ditën e gjykimit. Do të jetë momenti kur do të hynë shefatin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, momenti kur do të pinë ujë nga haudhi i pejgamberit alayhi salatu wassalam, aty do të jetë njeriu i sigurt. Po ashtu janë momentet më të bukura në tokën e mahsherit ditën e gjykimit, kur do ta shohin Allahun te baraka wa taala. Wujuhun yawma idhin nadira, atë ditë do të ketë fytyra të shëndritshme, ila rabbiha nadira, ku do ta shohin Zotin e tyre. Përderisa në ato momente pa besimtarët do të jenë të dëshpëruar kur e shohin zjarrin dhe dëgjojnë bubullimin e zjarrit të xhehenamit, besimtarët në ato momente: "Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id", dhe do t'ju shfaqet dhe do t'ju ekspozohet besimtarëve xheneti dhe do t'ju afrohet shumë afër. "Hadha ma tu'aduna li kulli awabin hafiz", ky xhennet i begatshëm është për atyre që ju kanë premtuar, kulli awabin hafiz, për çdo besimtar që ka qenë i përkushtuar dhe i ka rujt kufit e Allahut. "Man khashi ar-Rahman bil ghaib", ky xhenet është për ata të cilët e kanë besuar Allahun, e kanë besuar gjitha çka ka thonë Allahu, edhe pse nuk e kanë parë këtë dunja drejt për drejt, por e kanë besuar se kanë pas bindje të thellë Allahun. "Wa jaa bi qalbin munib", wa jaa bi qalbin salim, dhe kanë ardhur me zemër të pastër, me zemër të panjollosur, me sy e falësi dhe shirk. Andaj, një nga momentet më të bukura dhe më të lumtura që do t'i kalojë besimtari, janë ato momente kur do të hyjë në xhenetet që i ka përgatitur Allahu.
ka syni s'ka pa dhe veshi s'ka dëgju, dhe asnjëherë nuk ka mund ta imagjinoj njeriu bukuritë e xhenetit. Çfarë do që të shen këtë dunja në krahasim me xhenetin, asgjë nuk mund të jetë e njëjtë, përveç se është më e bukur dhe më e përsosur xheneti që ka kriju Allahu. Dhe në ato momente besimtarët do të thonë një fjalë madhështore: Elhamdulillahi alladhi hadana. Falëndrimi qoftë ju Allah që na udhëzove. Elhamdulillahi alladhi hadana. Lavdit qoftë ju Allah që na udhëzove në Islam. Elhamdulillahi alladhi hadana li hadha. Pra na mundsove me qenë musliman. Wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Dhe po të mos ishte mëshira jote o Zoti ynë, ne asnjëherë nuk do të ishim të udhëzuar. Pra, nuk ka lumturinë këtë dunja, nuk ka lumturinë tokën e mahsherit, nuk ka lumturi dhe shpëtim ditën e gjykimit dhe nuk ka xhenete përveç ai i cili udhëzohet në rrugën e Allahut dhe në sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Të dashur besimtar, sigurisht se na ka paralajmëruar pejgamberi alayhi salatu wassalam që për të arritur këto suksese, për të arritur deri te këto begati shumë të mëdha, për të arritur deri te xheneti dhe për t'ju shmangur zjarrit të xhehenamit, ka thirrsa dyrë të xhehenamit. Ka njerëz që na largojnë, ka njerëz që përpiqen në atë ditë që t'i largojnë njerëzit nga kjo fe, pra njerëz që thrasin në shirk, njerëz që thasin kufër, njerëz që thrasin bidate, njerëz që thrasin në mëkate të mëdha. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka paralajmëruar se do të vinë ditë dhe vite të vështira. Yati ala ummati sanawatun khada'at. Do të vinë vite të mashtrimit. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadhabu fiha as-sadiq. Ai që është besimtar i drejt besnik, ai do të përgënjeshtrohet, e ai që është shpifës dhe mashtrues, atij do t'i besohet. Pra në ditët e mashtrimit, këto janë ditë ku njerëzit mundohen ta çorientojnë besimtarët, të devijojnë nga rruga e Allahut subhanahu wa taala dhe tradita e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Badiru bil a'mali fitanan ka qit'al layl al-mudhlim." Nxitonin veprat mira, pra shfrytëzoni o besimtar kohën, merrni me dituri, kapuni pas dietarëve, largojeni dyshimeve, bëni veprat mira, mbështetni me xhami, largoni nga njerëz të devijuar, para se të vinë errësira të dyshimeve siç nata e errët. Pra një natë që s'ka as han, është krejtësisht e errët, pra njeriu hutohet, nuk e din se çka është e vërteta. Dhe ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Yusbihu ar-rajulu mu'mina." Ka thënë një pjesë shumë të dhimbshme që do të ndodhë. Yusbihu ar-rajulu mu'mina. Njeriu në mëngjes është pikën më të lartë, është besimtar. Wa yumsi kafira. Edhe në mbrëmje është pa besimtar. Wa yumsi mu'mina. Në mbrëmje është besimtar. Wa yusbihu kafira. Deri në mëngjes ai bëhet pa besimtar. Yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. E shet fenë e timin e pjesë dunjas. Aqë në momentet vështira, sa që njeriu për një pjesë dunjas mashtrohet, e lakohet nga rruga e Allahut subhanahu wa ta'ala. Të dashur besimtar, sigurisht se ata të cilët përpiqen për të na larguar nga Islami, sigurisht se ata të cilët mundohen që t'ju largojnë nga këto lumturi dhe mirësi të dunjas dhe ahiretit, të tillët janë ata të cilët Allahu ka marrë një shembull të fuqishëm Kur'an surën Ra'd: "Wa anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadriha fahtamala as-saylu zubadan rabiya." Allahu lëshon shiun nga qielli, andaj rrjedhin lumejt në masë të caktuar dhe vala i bartë mbeturinat mbi sipërfaqen e ujit, pra shkuma mbeturinat. Pastaj thot Allahu: "Wa mimma yuqiduna alayhi fi an-nar ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithluhu." Po ashtu ka thënë Allahu subhanahu wa taala kuptimi i ajetit: "Dhe ata që shkrin njerëzit mbi zjarr, pra arin, argjentin, me qëllim që të përfitojnë stoli apo vegla, është mbeturinë e pavlefshme ajo që mbetet." Pastaj thot Allahu subhanahu wa taala: "Kadhalika yadribu Allahu al-haqqa wal-batil." Kështu Allahu sjell shembull hakin, të vërtetën, islamin, rrugën e Allahut, pejgamberit alayhi salatu wasallam, wal batil, dhe që është kot, shirku, kufri, bidatët, gjunahet. Pastaj Allahu subhanahu wa taala thot: "Fa amma az-zabadu fa yadhhabu jufaan." Ajo çka është mbeturin dhe shkum, ajo mbetet, zhduket, shpartallohet. "Wa amma ma yanfa'u an-nasa." Ajo çka ju bën dobi njerëzve,
që është e vërteta, është Islami. Fayamkuthu fil ard, ajo do të mbetet në tokë. Kadhalika yadribu Allahu al-amthal, kështu Allahu ju sjell juve shembuj. Pra të dashur besimtar, këta janë shembuj të fuqishëm që Allahu i shembëllon në Kur'an. Pra mbetet ari, mbetet ujë, që gjallërohet toka, stoliset njeriu, pra femrën veçanti me ari që është stoli dhe është bukuri. Kështu është Islami, që jap jetë, është zbukuri, ndërsa ata të cilët tentojnë që të njollosin këtë fe, apo të devijojnë nga kjo fe, dhe që thrasin lëvizje të ndryshme për të dalë prej kësaj feje, tamam jam siç janë mbeturinat, që kur njeriu e pastron pra arin, florin nga mbeturinat, kështu mbetin dhe si shkuma, zhduken dhe nuk kanë vlerë. Prandaj, robët e Allahut, në këtë ditë madhështore, në këtë ditë feste, përderisa Allahu i kishte dhënë bukuri të mahnitshme Jusufit alayhis salam, i kishte dhënë autoritet dhe famë të fuqishme, të madhe, ashtu i kishte dhënë edhe pozitë dhe pushtet, mirë po kjo nuk mjaftonte. Tha, Rabbi, o Zoti im, qad ataytani min al-mulki, më ke dhënë pushtet, wa 'allamtani ta'wil al-hadith, dhe ma ke mundsu me komentimin e andrave, pra më ke dhënë autoritet përderisa gjithë bota e donte Jusufin, sepse kishte komentin e andrave. Gjithat mirat ja kishte dhënë Allahu. Fatir as-samawati wal-ard, o shpiksi tokës dhe qiejve, tawaffani musliman, ma mundso me vdek si musliman. Pra nuk ka rëndësi pasuria, pushteti, fama, bukuria, autoriteti. Tawaffani musliman, mundso me vdek si musliman, wa alhiqni bis salihin, dhe mundso me u shoqëruar ditën e gjykimit me të devotshmit. Kjo duaja të ndashur besimtar, që duhet të lutim Allahun Azza wa Jall, pavarësisht mirave që mund t'i kemi në dunja, mund të kem bukurinë, mund të kem pushtetin, mund të kem pasurinë, mund të kem famën, por asgjë nuk do të bëjnë dobi dhe nuk do të bëjnë të lumtur dhe të shpëtuar nëse nuk i bashkangjitet që është më e rëndësishmja me qenë besimtar, me qenë i udhëzuar në të drejtën. Andaj, të dashur vëllezër, lutim Allahun subhanahu wa taala me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura. I lutemi Allahut, o Allah, bëje këtë bajram festë mirë dhe të begat për gjithë besimtarët. Bashkoj zemrat tona në të vërtetën, lehtësoja brengat vëllezërve tonë në Gaza, pranoj veprat tona, therin e kurbanit, mundsona që të largohemi nga dyshimet dhe së fundmi ju urojmë të gjithëve festën madhështore të muslimanëve, siç është festa e Kurban Bajramit, urime të gjithëve kjo festë.